Për më shumë se 3 javë, obori Xhamisë Ebu Bekër në qendër të qytetit të Shkodrës do të jetë arena e kampit veror për fëmijë, i organizuar nga Myftinia e Shkodrës. I emërtuar Buzëqesh, ky kamp sipas drejtuesve të Myftinisë i ofron fëmijëve mundësinë përmes kurseve të ndryshme, lojrave dhe aktiviteteve sociale të zhvillojnë aftësi të reja, krijojnë miqësi dhe të kalojnë kohën e lirë në mënyrë produktive. Myftinia e Shkodrës, duke marrë parasysh këtë motor të rëndësishme, Buzëqesh mundohet që të kombinoj mësimin bashkë me artimin, edukimin me zbavitjen dhe lojrat të ndryshme kreative dhe individuale, të cilat do të organizohen her pas here sipas një programi të posaçëm. Kampi ka nisur me pjesëmarrjen e rreth 100 fëmijëve jo vetëm nga qyteti i Shkodrës, por edhe nga njësitë administrative të bashkisë. Organizatorët shprehen se numri i pjesëmarrësve pritet të shtohet në ditët në vijim, duke u bërë thirrje prindërve që t'i përfshin fëmijët në nisma të tilla edukative. Një kërkurs është një mundësi për edukimin jo vetëm emocional, jo vetëm edukimin interaktiv, ku ata të shprehin, domethënë talentet e tyre, qoftë me lojra, qoftë në art, qoftë në teatr, në aktrim, por edhe në njohuri. Prandaj ftoj të gjithë prind të kujdesen që kohën e lirë të fëmijëve tyre mos ta lajnë para ekraneve ose para tabletave, para celularëve, por të mundohen që të jenë sa më afër me natyrën, ashtu siç e ka krijuar edhe Zoti njeriu. Ky është viti i 5 radhazi që Myftinia e Shkodrës organizon kampin veror për fëmijë si një alternativë ndryshe për pushimet verore, duke ofruar për të vegjëlit një përvojë të dobishme edukimi dhe argëtimi.